Koha më e mirë e vitit për të vizituar Shqipërinë është padyshim vera, toka e Shqiponjave, shtëpia e disa prej plazheve dhe destinacioneve bregdetare më spektakolare në Europë, shkruhet në të përditshmen amerikane Culture Trip, sipas së cilës në 14 vendet më të mira në Shqipëri për të vizituar kryeson qarku i Vlorës. Himara, sipas Culture Trip, njihet kryesisht për jetën e saj intensive të natës dhe plazhet Mahnice, Silivadi dhe Spilleja. Gjëja më e mirë për të bërë këtu përveç notit në ujërat e kristalta të gjireve magjepsëse është të vizitohet kalaja spektakolare e Ali Pashës, një fortesë e madhe që ofron pamje marramense mbi det. Saranda konsiderohet nga shumica si kryeqyteti jo zyrtar i Rivierës Shqiptare, është qyteti kryesor në jug të Shqipërisë me bare interesante, restorante të shkëlqyera, i frekuentuar nga turistë ndërkombëtar dhe i rrethuar nga plazhe të mrekullueshme. Ksamili është plazhi i fundit përgjatë Rivierës Shqiptare dhe një nga më të mirët. Gjithashtu i quajtur Perla Joniane për shkak të bukurisë, është një plazh magjepsës me 3 ishuj të vegjël që mund të arrihen me varg ose me not. Një atraksion këtu është dhe parku arkeologjik i Butrintit, një nga 4 vendet e UNESCO-s në Shqipëri. Culture Trip vjon me dërmiun që siç e quan ajo, është fshati bregdetar magjepsës i vendosur në jug të Shqipërisë, një nga vendet më spektakolare për të vizituar në vend, si dhe në gadishullin ballkanik. Plazhi Gjipes është i largët dhe fillon me manastirin e Shën Theodorit. Për shkak të vendodjes së tij ai mbetet relativisht i qetë, edhe gjatë sezoneve të pikut të sezonit. Kështu Shqipëria e konsideruar nga ekspertët e udhëtimeve si Maldivet europiane, po fiton popularitet fal detit të kaltër dhe të pastër dhe rërës së bardhë si pluhur. Kështu mbyllet shkrimi në të përditshmen amerikane Culture Trip.